Dy shtetas 25 vjeçar dhe 18 vjeçar u kapën dhe u vënë në pranga nga policia, pasi vollën në një automjet një çantë me një shumë të konsiderueshme parash. Në banesën e 25 vjeçarit u gjet një pjesë e kësaj shumë parash. Nga hetimet dyshohet se 25 vjeçari me precedent kriminal për vjedhje, 4 ditë më parë ka tentuar të vjedhë në një automjet që i ka thyer xhamin. Specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Velipoj, si rezultat i veprimeve hetimore të kryera në kuadër të operacionit Recently për zbardhjen e vjedhjeve, kanë identifikuar, kapur dhe arrestuar në flagrancë shtetasit AP 25 vjeç me precedent kriminal për vjedhje dhe FU 18 vjeç, të dy banues në Laç, bashkia Vaudejes. Nga hetimet dyshohet se këta shtetas dje pasdite në fshatin Pulaj Plazh kanë vjedhur në automjetin e shtetasit KN banues në këtë fshat një çantë me një shumë të konsiderueshme parash në valuta të ndryshme. Gjithashtu nga hetimet dyshohet se shtetasi AP me datë 11/5/2025 në fshatin Rjoll ka tentuar të vjedhë në një automjet që i ka thyer xhamin. Gjatë kontrollit në banesën e shtetasit AP, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një pjesë të shumës së parave që dyshohet se është vjedhur në automjetin e shtetasit KN. Në bashkëpunim me prokurorinë vijojnë hetimet për zbardhjen e vjedhjeve të tjera që mund të jenë kryer nga dy shtetasit e arrestuar. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme, për veprat penale, vjedhja kryer në bashkëpunim dhe shkatërrimi i pronës.